Ja bëjmë. Ti e live Renato? Mi gati? Mirëmbrëma të gjithëve. Ndoshta nuk është momenti që të themi shumë fjalë, se është moment aksioni dhe veprimi, po në respekt edhe të durimit tuaj në përmbyllje të mbledhjes së Komitetit të Emergjencave, vendosëm edhe me kryetarin dhe prefektin që t'japim disa sqarime. Siç jeni ndjeni që në orët e para të mëngjesit, situata meteorologjike në mbar vendin, po veçanërisht mbi Durrës dhe mbi Lezhë, ka qenë shumë dinamike dhe intensive, mbi 110 mm rënje vetëm në zonën e Durrësit, çka ka shkaktuar patjetër të gjithë ato elementë që kishim parashikuar në fakt, sepse që në ditën e shtunë, kur bëm Komitetin e Emergjencave Civile, parashtruam të gjithë rreziqet dhe artën e rrezikshmërisë së lartë që kishte mbar vendi. Kemi situatë ende dinamike dhe me prezencë ujë në Kënet, në Shkozet, zonën e Ishtullës, dhe mbeten në terren të angazhuara të gjitha skuadrat, qofshin këto civile, qofshin të forcat armatosura, që gjatë pasdites kanë ardhur në mbështetje të skuadrave të Bashkisë së Durrësit. Dua të falenderoj këto skuadra të Bashkisë së Durrësit, të cilat kanë qenë prezente gjatë gjithë mëngjesit, që nga zona e Lalzit, Ishmit, Shkozetit, siç e thash edhe në Kënet dhe vazhdojnë në këto momente. Nuk do ndahemi nga terreni derisa të ketë largim total të ujërave, do jetë një natë dinamike, rreshjet do vazhdojnë. Kemi një konstatim aktualisht, një konstatim se kemi 800 banesa të prekura, kur themi banesa të prekura, jo banesa të rrethuara nga uji, po me prezencë ujë brenda tyre. Janë evakuuar rreth 180 banor. Aktualisht gjenden të strehuar në 2 kovalescencat e Ministrisë së Brendshme dhe në Ministrisë së Mbrojtjes, dhe do marrin të gjithë trajtimin qoftë edhe ushqimor apo mjekësor në rast se është nevoja për të kaluar të paktën jo vetëm këtë natë, po edhe orët e para të mëngjesit, sepse siç e thash parashikojmë prurje domethënëse dhe i gjithë fokusi ynë tashmë është të përpiqemi të parandalojmë situata eventuale në basenin e Erzenit, sepse nuk duam që të kemi dhe një situatë dinamike atje në Erzen, edhe të kemi problematika edhe në zonën e Shijakut. Mund të kemi përkeqësim të situatës? Do të kemi pas probleme që ndërtimit e hidrovorit të ri. Më rezulton që në rang vendi ky si informacion, hidrovorin patëm rastin ta vizitonim me kryetarin edhe Ministri i Bujqësisë. Hidrovori ka qenë në funksion të plot, nuk ka pasur problematika as në infrastrukturën e tij, as në ndërprerje. Ajo që na rezulton është që niveli prurje nga njëra anë, edhe bllokime të erpasershme në infrastrukturën e kanaleve të larta, ke zona e Ish-Gjykatës praktikisht, ka rezultuar shumë problematike dhe ka pamundsuar evakuimin e një pjesë të mirë të ujërave të kanaleve të ujëra të larta. Kërkohet një rehabilitim tërësor në disa zona, investimet duhet pasojnë patjetër, nuk është ky momenti që të nxjerrim përgjegjësitë detyrimisht, por është momenti që të vazhdojmë të jemi në terren dhe të mos ndërpritet. Kemi një fokus të posaçëm për sa i përket skuadrave të OSHE-s. Kishim në momentet që flasim 37 kabina ende të stakuara për arsye sigurie, sepse gjenden ose në zona pallatesh ku është e pamundur të rindezin për efekt të ujërave, ndaj kemi një skuadër me 7 mjete pompash të forcat armatosura dhe të bashkisë dhe të rezervave të shtetit, të cilat do dislokohen në mënyrë që pallatet të rigjejnë energjinë elektrike, banorët të rikthehen normalitetin. Rrezikohet përkeqësimi i situatës duke pasur parasysh që parashikimet flasin për shtim të nivelit të rreshjeve. Nuk jemi jashtë rrezikut, duhet të konsiderojmë që bëhet fjalë për një situatë në mbar vendin. Kemi një situatë shumë dinamike edhe në Shkodër. Jemi marrë gjatë gjithë ditës me mirë menaxhimin e kaskadës, në mënyrë që mos kemi derdhje masive dhe mos kemi shkarkime që krijojnë problematika. Shpresojmë t'ja dalim, duke ditur që prurjet në atë zonë do jenë shumë intensive gjatë mbrëmjes dhe do kemi her pas here nevojë që të menaxhojmë situatën në mbar basenin e Drinit edhe në zonën e Bunës. Sikundër edhe në Laç dhe në Lezhë, situata ka qenë e vështirë sot, her pas here me banesa të prekura nga uji, po pa evakuime të nevojshme, çka na bën optimist se mund ta tejkalojmë situatën në orët e para të mëngjesit. Në Durrës vazhdojmë të angazhuar, nuk kemi jashtë rrezikut, vigjilencë dhe prezencë në terren.
Faleminderit Sekretare, juve. mund ta thoni dy fjalë